Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Pasion Kuqine. Ky është kremi i hudrës që nuk mungon asnjëherë në frigoriferin tim. Shpëtimtar për çdo marinim, shumë i thjeshtë për t'u bërë dhe pothuajse përdoret në të gjitha gatimet ku përdorim hudra. Shikoni sa thjesht që përgatitet. Kam pastruar 1 kup me hudra, diku tek 4-5 kokë hudër. I kam bërë gati. Blenderit kapakut i heqim këtë pjesën lart me qëllim që të shtojmë vajin gradualisht. Por në fillim shtojmë hudrat në blender, i shtojmë 1 lugë me krip, kjo është lugë e vogël. Ndaj unë po i shtoj pak më shumë. I shtojmë piper të zi. Shtoj majdanos të thatë. U shtua pak shumë, por nuk prish punë. Edhe ky mix i erëzave është opsional, mundet edhe ta reduktoni. Shtojmë 1 deri në 2 lugë të gjellës me uthull. Është uthull rushi, unë po i shtoj 2 lugë të gjellës me uthull. I grimcojmë në këtë moment hudrat dhe më pas do shtojmë vajin gradualisht. Do t'i ngacmojmë pak me spatull që hudrat të grimcohen. Dhe është vaji ai që i kthen hudrat plotësisht në krem. Është momenti për të shtuar vajin, nuk është se unë kam një masë standarde për vajin. Unë i shtoj vaj aq sa e shikoj unë të arsyeshme që kremi fillon të lidhet, të bëhet i njëjtë. Dhe duket, ndryshon edhe zhurma e blenderit, por edhe kremi rrotullohet me lehtësi. Gjithmonë e ngacmoj me spatull dhe me shkëputje që mos na digjet blenderi. Megjithatë, ky proces i grirjes nuk zgjat asnjëherë më shumë se 4-5 minuta. E kontrolloj me spatull, e rivendosim kapakun. Nuk ka nevojë t'i shtoj më vaj ulliri. Nëse do i përgatisnit me vaj gjelle, sigurisht që bëhet edhe me vaj gjelli, atëherë kremi do ju dalin i bardhë, ndërsa me vaj ulliri ai merr këtë ngjyrë. Është edhe majdanozi që i ka dhënë këtë ngjyrë, pasi unë i shtova pak më tepër, më ra pa dashur, por nuk prish punë. E vendosim në një kavanos qelçi. Kjo është tekstura e kremit. Edhe nëse do bëhet më i holl, nuk ka problem. Pasi duke qëndruar në frigorifer, ai trashet. Kjo është tekstura e kremit të hudrave. Si u thash më parë, mund të marinoni mishin, por unë mishi të pulës i shtoj edhe 2-3 lugë me kos dhe del perfekt. Që mos na aromatizojnë frigoriferin, unë i vendos edhe një qese plasmasi dhe e fus direkt në frigorifer. Të dashur miq, provojeni dhe më thoni në koment. Ju falenderoj.